محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndërshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Në hutbën e kaluar kemi përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin i porosit muslimanët që të kujdesen ndaj muslimanëve të tjerë. Ajo që në shariatin islam njihet si haku i muslimanit ndaj muslimanëve. Dhe ato ishin me përshëndet, me selam, me e vizitua kur smurët, me e përcjell gjenazën e tij, me ju përgjigj në ftesë, edhe kur të shtit e thot elhamdulillah, me i thoni yarhamukallah. Dhe në një transmetim tjetër shtohet edhe kur lyp këshill ose kur ka nevojë me këshillue, me i tregue, me këshilluen atë që ti din më mirë se ai, qoftë ajo për çështje fetare, qoftë ajo edhe për çështje të dunjos, për shkak se shpesh njerëzit e fshehin edhe diturinë e fesë dhe diturinë e dunjos. Diturinë e fesë e fshehin për arsye të ndryshme, kurse diturinë e dunjos zakonisht e fshehin për arsye fitimi. Nëse dikush ka një specializim në një fush, nuk i tregon tjerëve me frikën se pastaj ata fitojnë sikur se fiton ky, ose ja morin fitimin ose të ngjashme. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar fshin e diturisë, qoftë ajo fetare, qoftë ajo dunjos, gjithsecili që ka njohuri duhet ato njohuri me ia dhënë atë të tjerëve në veçantë nëse ata kanë nevojë. Sot me lena Allah subhanahu wa taala kemi me përmend ose me shpjeguar një detyrim që Allah subhanahu wa taala ka dhënë prindve ndaj fëmijëve dhe është prej rasteve të rralla, ose është vetëm një rast në Kur'an që Allah subhanahu wa taala i ka porosit ose i ka ngarkuar me obligime prindrit ndaj fëmijëve të tyre. Në të gjitha ajetet e tjera dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala i urdhon fëmijët me kujdes për prind. Edhe hadithet e tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht i urdhon fëmijët me u përkujdes për prindrit e tyre. Dhe e keni lexuar dhe keni ndëgjuar haku i prindve dhe të tjera të ngjashme, por shumë rrallë e ndëgjoni haku i prindve ndaj fëmijëve. Kurse në Kur'an ka ardhur vetëm në një rast. Allah subhanahu wa taala thot: "Yusikumullahu fi auladikum",
ju porosit, vasijet ja vlen Allahu subhanahu wa taala, amanet ja vlen Allahu që të kujdeseni për evlat të juve. Komentatorët e Kur'anit në shpjegimin e këtij ajeti kanë thonë shkaku pse Allahu subhanahu wa taala vetëm një herë e ka përmend kujdesin e prindve ndaj fëmijëve, kurse kujdesin e fëmijëve ndaj prindve e ka përmend shumë herë, është se prindve Allahu subhanahu wa taala u ka lënë në zemrat e tyre që ata vetë me u kujdes për fëmijët e tyre pa ju thonë Allahu subhanahu wa taala hiç. Allahu subhanahu wa taala ka bën në zemrat e prindve që ata vetë me u kujdes për obligimet që i kanë ndaj fëmijëve të tyre, pa pas nevojë me i porosit Allahu dhe pa pas nevojë me i porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse fëmijët nuk e kanë një gjatë të tillë për prindrit e tyre, por këtë duhet me u përsërit shpesh në Kur'an, edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe përsëritja për detyrime u bën dobi muslimanëve, bazuar në fjalën e Allahu subhanahu wa taala ku thot fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, për kujtojmë njerëzve detyrat që i kanë, për shkak se përkujtimi u bën dobi muslimanëve. Yusikum Allahu fi auladikum, ju porosit Allahu subhanahu wa taala që të kujdeseni, që të japni hakun, detyrimet të i kryeni ndaj evladëve të juve. Edhe pse parimisht Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në zemrat e prindve që ata vetë me pas ndjeshmërinë me u kujdes për të veçlit e tyre. Dhe jo vetëm të prindve, njerëz, po edhe të kafshëve, edhe të gjitha krijesave, Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë inspirimin që ata të kujdesen për të veçlit e tyre. Dhe kundërta, të veçlit e tyre masanena nuk kujdesen pa qenë shumë të vëmendshëm për prindët e tyre. Nëse marrët mësimi nga njerëzit, por edhe nga kafshët. Edhe kafshë kur t'i lindin veçlit e tyre kujdesen derisa të rritin, po për çudi ata kur të rriten më nuk i njohin prindët e tyre. Edhe të njerëzit ndodh kështu. Edhe për këtë Allahu subhanahu wa taala i ka porosit prindit vetëm në një rast në Kur'an, kurse i porosit fëmijët në shumë raste në Kur'an dhe në shumë hadithe të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse prindrit e kanë në zemrat e tyre të vendosur inspirimin për me kujdes për fëmijët e tyre, prap ka shumë prindër të papërgjegjshëm, të cilët nuk i kryejnë obligimet ashtu që i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe ashtu që ja ka vendosur në zemrat e tyre. Dhe kjo është për mohabit. Nga njëre njeriu bën veprime që nuk kanë shpjegim. Dhe kushdo që ka logjikën e shëndosh, habitet me veprimet e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah." Thua jo Muhammed, muslimanve, njerëzve në përgjithësi, njeriu më i humbur në ditën e Kiametit është ai i cili e ka humbë veten e vet dhe fëmijët e vet e ka qenë në xhehenem. Kjo është e çuditshme. Qysh është e mundshme një prind me mësue fëmijën e vet në vepra të cilat e çojnë zjarr, që ka më shkuar në xhehenem për veti edhe ata bashkë me veti ka më i marrë me qenë në xhehenem. Dhe qysh është e mundshme një prind mos me i mësue fëmijët e vet me vepra të cilat e çojnë në xhennet. Sikur që është namazi, devotshmëria, pastërtia morale dhe të tjera. Ma i shkatrumi njeri, ma i humbur, s'ka ku humbet ma shumë ma, se në ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala me adhon vendimin dikujt ti dhe familja jote komplet jeni në zjarr në xhehenemit. Pse? Se ke dhon kontributin me ju udhëzua ata në rrugën e drejtë. Në jetën tjetër thot Allahu subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara." O ju besimtar, runi vetët e juve dhe familjet e juve prej zjarmit të xhehenemit. Ruje, sikur që është rënë zjarr, është ai i cili nuk është e fal namazin. Njëta gjashtë, nëse s'ka rënë zjarmin e kësaj dynjoje, ka me rënë zjarmin e ahiretit. Detyrat me të cilat Allahu subhanahu wa taala ka ngarkuar prindin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, çështja e parë është çështja
e emërtimit të tyre kur lindin. Emërtimit të tyre kur lindin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë që është transmetuar prej tij sakt i ka porosit prindrit me emërtue fëmijët e tyre me emra të mirë. Kurse emrat e mirë janë emrat të cilët i ka preferu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, emrat më të mirë janë Abdullah dhe Abdurrahman, Harith dhe Mahmud. Këto janë 4 prej emrave më të veçuara dhe më të mirë të cilët i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Dhe këto duhet me qenë të shpërndarë të muslimanët. Fëmijët e tyre me i pas këta emra. Pastaj vinë emrat e pejgamberëve të Allahut, pastaj vinë emrat e shokëve pejgamberëve të Allahut, edhe e vajzave tyre e ato që kanë qenë në shoqëri në kohën kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë. Kanë ardhur disa transmetime të tjera se në ditën e Kiametit njeriu ka më thirrë në emrin e tij, edhe në emrin e babës tij, për me dalë me dhënë gjykimin para Allahut subhanahu wa taala, me dhënë llogari, me dhënë përgjegjësi. Dhe këtu fillon rruga për ata të cilët dëshirojnë me ecë udhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush e ka në zemrën e vet dashnin për Allahun, për Kur'anin, për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për hadithin, synim me ka ahiretin, me shkuën në xhennet te Allahu subhanahu wa taala, fëmijët ka me emërtu ashtu që është dënë Allahu. Jo ashtu që është dënë rruga, jo ashtu që është dënë e përkoshmja, jo ashtu që është lypet se ka hinë trend për momentin e për kohën. Emrat më të mirë janë emrat të cilët i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj emrat e pejgamberëve, pastaj emrat e shokëve të pejgamberëve dhe njerëzit që kanë jetuar në atë kohë, burra dhe gra, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë. Dhe i shihni disa me nivelin e ulët të edukatës e tyre thonë pse ja lëni emrat arab. Përgjigjja është disa mënyra. E para është veç për pikë qefit. Çka të intereson ty që ja lë fëmijës të më në emnin? Cili është interesi jot më përzi e tin këtë çështje që e emërtoj une? Atë ka vetë dikush prej neve që e ki emërtu ti tonën. Dhe është shumë interesant se në çështjet e fesë, ata cilët janë të pa fe, na sulmojnë neve, Zoti na rujt me bë me fol na diçka për ta. Nëse vishim me na sipas normave islame, ata thonë pse veshni kështu. Por vetë dalin të zhveshur, me bë me fol na, a ke se nuk drejtën. Fëmijët e vet i kanë emrat e rrugës. Puna neve s'na intereson për ta. Secili është përgjegjës për veten e vet, dhe jonja është vetëm me e këshillu ata që dëshiron këshillën. Por nëse neve s'na intereson që emërtoni ju fëmijët e juve, çka intereson neve për fëmijët e tonë? Pse i emërtoni me emra arab? Përgjigja në një për pikë qefit. Përgjigja e dytë, e që është përgjigja e saktë dhe e dur, emrat e pejgamberëve nuk janë emrat arabëve, se pejgamberët nuk kanë qenë të gjithë arabë. Emrat e sahabëve gjithashtu nuk janë të arabëve, se s'kanë qenë të gjithë arabë. Edhe emrat e fëmijëve tyre gjithashtu. Por janë emrat të fesë. Dhe ne nuk e përzim fen me nacionalitet, as me arab, as me kërkon hiç. Se feja nuk është as e arabëve, as e kërkujt. Feja është e të gjithëve. Innamal mu'minuna ikhwa. Muslimanët janë vllazni. Pastaj vazhdimisht mundohen me bë situata të tilla në mënyrë që muslimanët me u tërprue prej emrave të tyre. O, që ki emrin Hasan, emrin e vjetër, emrin e keq. Pse është emrin e vjetër, emrin e keq? Emri i Ademit alayhis salam, Adam që e mojnë ata, është më i vjetër se Hasana nuk është më i vjetër. Pse është emri më i vjetri, çka do të thonë kjo? Cila është e keqja në emërtim?
Emroni fëmijët e juve me atë që Allahu subhanahu wa taala ka porosin në Kur'an, ka përmend Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, dhe me ata që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shkak se ne dëshirojmë me mbizotruar mbi muslimanët Islami. Dhe kjo është pikë. Kërkush prej muslimanëve nuk dëshiron që mbi Islamin me mbizotruar diçka tjetër. Të gjitha të tjerat janë nën këmbët e Islamit. Pastaj është detyrë e prindve me ju bë fëmijëve akika, kush ka mundësi me ju pre kurban. Pastaj kur të rriten në moshën 7 vjeçare me mësu namazin e me i thirr më fal, në moshën 10 vjeçare me i detyrue nëse ata pritojnë më fal, dhe obligimi i prindve për fëmijët e tyre nuk hiqet derisa prindi jenë gjallë. Obligimet e prindve ndaj fëmijëve nuk hiqen kurrë derisa prindi jenë gjallë. As kur ti bën fëmia 18, as 20, as 30, edhe 80 me i bë prindi përsëri, e ka detyrën e vet dhe e ka pozitën e rolin e vet për fëmijët e vet. Pastaj ajo që ka në hadithe të sakta me u kujdes për ushqimin e fëmijëve, se me çka rriten ata. Nga se shpeshherë ankohen prindrit, fëmijët nuk janë mirë, nuk janë rrugën e drejtë. Do të me këshyr që shën rrit ata fëmijë. Për shkak se ushqimi dhe pija ndikojnë në jetën e atyre kur të rriten. Në atë që është transmetuar sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një njeri thot i dërguar i Allahut që bën dua, e lut Allahun subhanahu wa taala, edhe kërkon Allahut, o Allah, jep ma këta, jep ma këta, jep ma këta. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ushqimin që ka hangër ky që po lutet është haram. Teshat që i ka vesh, i ka të haramit. Edhe këpucë që i ka vesh, i ka të haramit, enna yustajabu lahu. Qysh menon ai se kam ju përgjigj Allahu subhanahu wa taala në duat e tij? Nëse ushqimi, pija, veshja dhe mbathjet janë prej haramit, qysh ka mundësi me prit na që masanena këta më na bo evlija? Po këta zbohen për shkak se zhvillimi i tyre prej fillimit nuk ka qenë në rregull. Pastaj me i këshillue edhe mase që ata të rriten. Mase që ata të rriten e t'jenë të aftë për vetet e tyre, prindrit duhet me lujt vetëm rolin e këshillës në rast nevoje. Jo me ju nejtë mbi krya atynve sigur kur i kanë pas 7 vjetë, se ata nuk janë më 7 vjetë, se i ka bo 20 e 30. Jo me e dirigjua sigur mësohet një fëmijë i vogël i cili s'di me hec, por me u kujdes me ndërhy vetëm në çështjet në të cilat prindi i sheh më mirë se sa që i sheh fëmia, pastaj me ndihmu atë me dua. Me ndihmu fëmijën me dua është prej ndihmave më të mëdha që prindja bën fëmijës vet. Në hadithe të shumta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për madhështinë e lutjes prindrit për fëmijën. Nëse nuk mundesh me rregullu çështjen me këshill, nëse nuk mundesh me rregullu çështjen me intervenimin ton, rregulloje me ndihmën që lypte Allahu subhanahu wa taala për me përmirësu atë fëmijë. Por te kushdo që i jep kontributet e veta që të fëmijët të jenë në rrugën e drejtë, sa herë që bojnë vepra të mira fëmijët, njëjtat shpërblime i marrin nga prindrit e tyre. Dhe kjo është prej begative të Allahut. Kushdo që ka fëmijë dhe kujdeset për ta, çfarë do vepra të mira që bojnë fëmijët, qaq shpërblime kanë edhe prindrit e tyre pa mos bë këta kur gjë hiç, duke nejt këta, për shkak se fëmijët janë fryt i këtynve. Kurse kur bojnë ata gjënoa, Allah subhanahu wa taala gjënoat ja shkruan vetëm atyve, nuk ja kthen prindve. Gjithashtu kjo është prej begative të Allah subhanahu wa taala. Ne lutim Allahun që na përmirëson neve dhe fëmijët e tonë, na udhëzon neve dhe fëmijët e tonë në atë që është drejt, në atë që ka zbrit librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.